Arsen, të përshëndes. Përshëndetje, Aida. Disa detaje sa i takon këtyre veprimeve, operacioneve për tenderat. Pas një serie maraton deklarime shmarrje në pyetje ku për 2 herë ka qenë Mirilinda Kërçanaj, drejtuesja e Akshit, po ashtu biznesmeni Ermal Beqiri dhe biznesmeni Ergjys Agasi, tashmë prokurori Bledar Maksuti ka marrë miratime gjykatës për 30 masa sigurie. Mes tyre 6 janë arrest në burg, ndërsa pjesa tjetër janë kontrolle sekuestro. Ajo çfarë mëson në live ka mundur mësojë se 30? Janë 30 masa sigurie të dhëna nga gjykata, por mes tyre janë 6 arreste. Kemi të bëjmë me masa sigurie që janë kontrolle, janë masa sigurie kontrolle banesa, kontrolle zyra, vende ushtrimi aktiviteti, janë po ashtu edhe masa sigurie të cilat lidhen me sekuestrot. Ajo çfarë kemi konfirmuar deri në këtë moment është se ka një masë sigurie, arrest në burg në mungesë ndaj biznesmenit Ergjys Agasi, ndërsa nga ana tjetër ndaj biznesmenit Ermal Beqiri po ashtu është masa e sigurisë arrest në burg në mungesë, i cili rezulton të paktën deri në këto momente se ndodhet jashtë Shqipërisë, pra po flasim për biznesmenin Beqiri. Mirilinda Kërçanaj është me masën arrest në shtëpi, masë sigurie ekzekutuar. Kjo masë sigurie pezullim nga detyra në postin e zëvendës drejtorit të policisë kryeqytetit ekzekutuar për Erion Ismailin, ndërsa bëhet fjalë që janë një listë gjatë biznesmenësh, kompanish, por edhe kontrollesh të ushtruar deri në këto momente. Operacioni ende s'ka përfunduar dhe Prokuroria e posaçme ka deklaruar se do të ketë një komunikim për mediat. Kjo është një prej procedimeve penale ndjekur në veçantë edhe nga Dumani, por edhe nga prokurori Bledar Maksuti, ndërsa prej pasdites së djeshme gjykata ka miratuar këto masa, të cilat kanë nisur ekzekutimin. Pjesa më e madhe e masave të sigurisë janë ekzekutuar, bëjnë me dije burimet, ndërsa vijojnë kërkimet për 2 biznesmenet, zotin Ergjys Agasi dhe zotin Ermal Beqiri. Paktën për zotin Beqiri, burime bëjnë me dije se ligjërisht ai ka dalë disa kohë më parë nga territori i Shqipërisë, por gjithsesi kjo mbetet ende për të verifikuar pasi jemi në një operacion që është në vijim e sipër. Policia e shtetit po ashtu është e përfshirë në këtë aksion nëpërmjet mbikëqyrjes policore për ekzekutimin e pezullimit të Erion Ismaile, i cili dyshohet paktën se ka një rol në shkeljen e ligjit. Po cilat janë akuzat? Paktën sipas burimeve për mocionin live janë 12 prokurime, procedime të cilat Akshi ka procedura që Akshi ka bërë me kompani të ndryshme, me bizneset të cilat lidhen më shumti me këto emra të përfshirë deri në këto momente si pjesë e hetimit. Bëhet fjalë për favorizime, shpërdorim detyre, pastrim parash, por jo zyrtarisht thuhet se kemi të bëjmë edhe me një akuzë që është një grup i strukturuar kriminal, por për qenë korrekt do duhet presim edhe njoftimin zyrtar të prokurorisë posaçme. Po Aida. Të kuptojmë pak se çfarë ka ndodhur me kronologjin, po para se të përmendim ato çështje që diskutoheshin më herët apo që paktën është njohur opinioni publik për hetimet, çfarë lidhje ka Erion Ismaili në këtë operacion, Arsen? Secila është vepra penale konsumuar apo episodi i përfshirë zotit Ismailit, paktën deri në këtë moment askush nuk e di, por roli i tij konsiderohet abuzim me detyrën, me postin publik, duke favorizuar lidhjet e tij apo njohjet e tij. Por qenë korrekt se cili është episodi ku ai është përfshirë në shkeljen e ligjit, ka dekonspiruar një operacion apo ka dhënë një informacion apo ka lejuar një aktivitet palishëm, për momentin këtë nuk mund ta themi. E kuptoj. Ndërkohë, tani çfarë dim sa i takon pra Akshit, një institucion që është përfolur sa i takon pra mënyrën se si janë shpërndar para tenderave, ku qëndron Ergjys Agasi, ku qëndron Beqiri, paktën sa dim deri më tani. Për sa i përket të dosjes së Akshit, e cila në prokurorinë e posaçme është kjo që po ndodh tani, ky aksion është një ndër 3 procedimet penale që janë të hapura këtu. Ky është procedimi penal që ndiqet nga prokurori Bledar Maksuti, ndërsa janë procedimi penal që ndiqet nga Vladimir Mara dhe Elvin Gogaj. Lidhur me këtë aksion, të paktën në rolin e biznesmenit Ermal Beqiri, sipas hetimeve dyshohet se është favorizuar nëpërmjet lidhjeve që ka patur me Mirilinda Kërçanaj, po ashtu edhe biznesmeni Ergjys Agasi, të cilët në këtë moment zyrtarisht ose juridikisht rezultojnë
pronar, ju kërkojnë ndjes pronar ose posedues të kompanive të teknologjisë informacionit që kanë marrë prokurime apo praktika të tenderuara nga Akshi. A e kanë marrë në mënyrë korruptive, në mënyrë favorizuese apo në indikim tjetër, kjo është të paktën momentalisht e pasbardhur, por për më shumë do t'i referohemi njoftimit zyrtar të prokurisë posaçme, i cili pritet të jetë nga momenti në moment. E kuptoj. Ndërkohë, dyshimet janë për vlera maramëndse, për vlera abuzimit të larta, duke bërë qasjen dhe duke parë masat që janë dhënë deri më tani, se këtu kemi arrest shtëpi, arrest me burg, ka shkuar deri tek numri 1 i këtij institucione. Në fakt referuar masave sipas kodit procedurës penale, arresti në burg apo në shtëpi është një ndër 10 masat e sigurisë, kur vepra penale është vërtet e rëndë dhe ka një marzh dënimi që kalon 3 vite. Dhe referua këtij marzhi dënimi që kalon 3 vite, kjo është edhe arsyeja pse SPAK dhe gjykata është bindur të jap masën e sigurisë arrest në burg, çka le të kuptohet se bëhet fjalë për një vepër penale të rëndë. Po është ajo e një grupi strukturar kriminal, korrupsioni, shpërdorimit të detyrës, favorizimit të tenderave, janë disa akuza, ne kemi mësuar nëpërmjet burimeve, por i përfshin të gjitha, apo jo, është ndoshta nga momenti në moment do të kemi edhe një pasqyrë më të plotë dhe më korrekte në këtë aksion i cili ritheksoi vijon ende në thuajse një pjesë konsiderueshme të kryeqytetit, nga Rolling Hills, selia e vilave të njohur si elita e biznesit apo oligarkëve në thonjza, Kodra e Diellit, Komuna e Parisit, Rruga e Elbasanit, por jo vetëm. Më the pak më parë që janë 30 urdhër arreste pra. Janë 30 masa sigurie, jo urdhër arreste, 30 masa sigurie, të cilat përfshin kontrole, banesa, zyra, vila, apartamente, njësi tregtare, kontrole përsa i përket aktivitete ekonomike, financiare të kompanive, sekuestro preventive, masa sigurie arrest në burg, masa sigurie arrest në shtëpi, detyrim paraqitje dhe pezullim nga detyra. Mirë, Sen, të falenderoj për gjithë sa solle në vëmendje.